rahimahullahu taala, i cili thot se kur dilte Malik ibn Anas për të transmetuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, merrte abdes sikur se merrte për namaz, i vishte rrobat e tij më të bukura, vendoste kapel dhe e krehte mjekrën e tij, dhe kur e pyetën i thonin pse kështu vepron, tha e nderoj dhe e madhëroj hadithin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu transmetohet për Said ibn Musayyib, i cili erdhi një ditë prej ditëve një njeri dhe filloi të transmeton një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai ishte i shtrirë. Tha, ndalo, më ngrini, dhe e ngrit, pasi ishte në moshë të shtuar, e ngritën dhe e ulën, dhe tha, nuk kam dëshirë që dikush të transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e unë të jem i shtrirë. Mos të tregoj madhërim dhe edukat ndaj sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ju vëllezër, lutim Allahun azza wa jall që të na bën prej pasuesve të sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në fundin e jetës tonë. Lutim Allahun azza wa jall që fjala jonë e fundit të jetë la ilaha illallah Muhammedun rasulullah, dhe të qëndrojmë fort stoik pranë këtij sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se kjo i përngjan anijes së Nuhut alayhis salam, siç tha Imam Malik, kush hyp në të shpëton, ndërsa kush nuk hyp në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk futet në të, nuk ka për të shpëtuar në ditën kur do del para Allahut azza wa jall.